Më ka prekur kaq shumë në shpirt pjesëmarrja e Mimoza Ahmetit në ferm, sa nuk rria dot pa komentuar për të. Mimoza Ahmeti nuk është thjesht një shkrimtare, por ajo është një shpirt që ecën mes nesh me një dritë që nuk kërkon të verboj, por kërkon të ndriçojë butësisht plagët që ne shpesh i fshejmë edhe nga vetja jonë. Në një kohë kur zhurma, gjykimi, ligësia bëhen virale shumë shpejt se mirësia, Mimoza Ahmeti qëndron e qetë dhe e pathyeshme. Ajo nuk reagon me të njëjtën monedhë, nuk bie në grackën e errësirës që e rrethon. Përkundërzi, ajo përgjigjet me një pastërti që të çarmatos, me një zgjuarsi që nuk ul ret, por depërton thellë. Vepër me një mirësi që nuk është dobësi, por është forca e saj, e rrallë. Ka diçka thellësisht prekse në mënyrën se si ajo përballet me negativitetin. Ajo nuk e mohon. Ajo nuk e lufton negativitetin me urrëtie, por ajo e shndërron në reflektim dhe aty fillon magjia e saj. Aty ku shumica do dorëzohej, ajo pikërisht vazhdon të zgjedh të ecë përpara, të kuptoj, të falë dhe të vazhdoj të jetë një njeri në kuptimin e plotë të fjalës. Shumë kush mund të flasë për vlera, por Mimoza Ahmeti i jeton këto vlera. Dhe kjo pikërisht është arsyeja pse prek zemrat tona. Sepse ne në të nuk shohim për sosmëri, por shikojmë atë mundësinë për të bërë më të mirë në këtë botë. Në një botë që ne na mëson që të mbrohemi duke u bërë të ftohtë. Por Mimoza Ahmeti na kujton se ndjeshmëria është guxinë. Fjalët e saj nuk janë vetëm letërsi, por janë një pasqyrë, janë një thirrje e heshtur për të kthyer tek vetja jonë dhe për të pyetur: a mund të jem më i drejtë? A mund të jem më e butë, më e vërtetë? Dhe kur e lexon, ndjen se diçka brenda teje të lëviz. Një dhimbje e vjetër të zbutet, një dritë e vogël të ndizet. Nëse shoqëria jonë ka nevojë për model, ajo është një model i përkryer. Jo sepse është perfekt, por sepse është thellësisht njerëzore. Sepse na mëson se kur jemi përballë së keqes, jo vetëm që nuk duhet të friksohemi, duke u bërë edhe më të këqij, por të qëndrojmë më lart, me dinjitet, me mendje të kthjellët dhe me zemër të pastër. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz preken deri në lot kur e shohin shpirtin e saj të pastër, sepse ne jetojmë në një botë që shpesh na lodh. Dhe duhet të mendojmë që ashtu si ajo duhet të vazhdojmë të qëndrojmë lart me dinjitet, duke mos u ndikuar nga energjia negative. Le të mos lodhemi pra nga e keqja që na rrethon. Le të mos na mpi kjo e keqe aq sa të na ndryshoj thelbin. Sepse çdo herë që ne zgjedhim të jemi më të mirë, më të butë, më të drejtë, edhe kur ka vështirësi, ne bëjmë diçka të madhe. Shpëtojmë një pjesë të botës duke filluar nga vetja jonë. Pra, mos u dorëzoni përballë errësirës së kësaj bote. Mos e lini t'ju marrë dritën. Rrituni përtej saj, reflektoni, ndjeni, falni. Mos harroni kur që njeriu bëhet i madh jo kur fiton mbi të tjerët, por kur fiton nga e keqja që ka brenda vetes. Le të përpiqemi të gjithë, çdo ditë,
pak nga pak të bëhemi më të pastër në shpirt, sepse aty pikërisht fillon ndryshimi i vërtet.